Po, sigurisht, atë si që përthoja më brëmë, janë ndaluar 2 persona dhe janë arrestuar nga policia dhe bëhet pikërisht fjalë për shtetet si Vladin Doja dhe Amaril Dojushi. Në fakt, në akuzën e ngritur tashme nga policia për pengimin e çarkullimit të mjeteve të transportit, drejtimin e automjeteve në mënyrë të parregullta dhe gjyqësia dhe kanosja apo dhunimin ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Në fakt, bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur mbrëm rreth orës 20 minuta, pikërisht në qytetin e Rrëshenit, ku këta 2 persona kanë penguar lëvizjen e 2 personave të tjerë me pretendimin se për shitblerje votash, por në fakt nga kontrollet që janë kryer më pas edhe nga policia ka rezultuar krejt e kundërta, pasi në automjetin që drejtohen nga bashkëshorti i kandidatës Partisë Demokratike Lahoti janë gjetur lista me emra që dyshohet se mund të jenë lista zellësish, por ndërkohë edhe nga kryerja e testit të alkoolit ka rezultuar si përdorues i alkoolit në drejtimin e mjetit, për të cilën më pas sigurisht është arrestuar nga policia me 3 akuza tashmë të ngritura ndaj tij, ndërkohë në fakt gjatë kontrollet që është bërë 2 personave të tjerë, të cilëve u është zënë rruga, në fakt policia bën me dije se nuk ka gjetur asnjë gjë që mund të shërbej për kompromitim apo të dyshim dhe për të cilën në fakt ato dhe janë lënë të lirë. Pavarësisht se bëhet fjalë për orën 20 minuta sipas raportit të policisë, pra një orë që nuk mund të themi të jetë orëve të vona të natës, por bëhet fjalë për një orar standard, sigurisht ka bërë që edhe policia të reagojë më njëherë dhe të shkojnë më njëherë pas konfirmimit që kishte marrë dhe denoncimit që kishte marrë pikërisht nga këto 2 persona. Okej, Gjergj, pra që ta përmbledhim. Pra, bashkëshorti i zonës Soti temi ka pretenduar që janë 2 shteta cilët mund kenë patur temi gjëra që lidheshin me shitblerjen e votës, ka ndërhyrë policia dhe ka zbuluar në fakt situatën e kundërt, pra që në makinën e këtyre 2 personave të bashkëshortit të zonës Sotit dhe dikujt tjetër ka pasur materiale të dyshuar për shitblerje vote dhe ata janë arrestuar me njëherë. Sigurisht, patjetër edhe si përdorues të alkoolit, pra janë 2 akuza të ngritura tashmë nga policia, por edhe ajo të kryerjes së vetgjystësisë nga ana e tyre, për të cilën në fakt tashmë policia ka vepruar, por nga ana tjetër, ashtu si të thash, pas kontrollit të ushtruar në automjetin e pretenduar se mund të ishte i përfshirë në veprimet kundërligjshme sa i përket zgjedhjeve, në fakt nuk është identifikuar apo nuk është gjetur asnjë element dyshues apo kompromitues për ta, ndaj dhe ata janë lënë të lirë që të vazhdojnë rrugtimin e tyre. Po, të faleminderit Gjergj për këtë informacion, i cili padyshim është një nga zhvillimet e momentit fundit. Gjergj Figuri nga Lezhë, ndërkohë do të kemi pas pak dhe lidhje